Thot Ibn Abi Dawud Es-Sijistani rahimahumullah, dhe lëri mendimet e njerëzve dhe fjalët e tyre, sepse fjala e pejgamberit alayhi salatu wasallam është më parsore dhe më e qartë. Këtu thot Sheikhu jon Sheikh Arafati hafidhahullah, është për qëllim domethënë në ajo pasimi verbazi, që mos bëhesh domethënë pasues i verbër, por ti ndjekish argumentet. Dhe ata që bëhen fanatik ndaj njerëzve të vet, ndaj edhe dietarëve, ndaj çdo kush, pa me pas ai tjetri argument, ata u përngjajnë, thot Sheikh Arafati, mushrikve. Pse? Sepse mushrikve kur u erdhën pejgambert e Allahut subhanahu wa taala, ata prapë thoshin, ne do qëndrojmë në fenë e baballarëve tanë. Do thonë, do jemi fanatik. Kemi fanatizëm ndaj fesë së baballarëve tanë. Nuk hekim këmbë dhe dorë prej kësaj fesë. Do thonë, kishin fanatizëm. Edhe pse ai fanatizëm nuk kishte baza, argumente. Kështu thot shehu, ai i cili bëhet fanatik ndaj dikujt që nuk ka argumente. Dhe thot Sheikh Fauzani hafidhahullah, se këtu wada'an ka ara ar-rijal, dhe lëri braktisi mendimet e njerëzve, ato mendime do thonë që nuk janë të bazuara mbi argumente sheriatike. Do më thonë, Korani dhe Suneti sipas kuptimit të Selefu Salih ridwanullahi alehim. Thot Sheikh Fauzani hafidhahullah, kjo përmban se pa tjetër ka me ndodh ikhtilaf, pa tjetër ka me pas do më thonë në mendime të ndryshme, dhe përçarje, dhe grindje. Por, thot shehu, nuk e kemi të lejuar, thot shehu, nuk e kemi të lejuar që të shkojmë pas atyrve fjalëve që përputhen me dëshirat dhe epshet tona. Jo ti tash më thonë, ndodhi këtu khilaf në këtë çështje, edhe unë tash, jo po është khilaf, unë do zgjedh çka më përshtatet mua më shumë, sipas dëshirave dhe epsheve dhe ëndjeve që unë i dua dhe ti ndjek. Jo, thot shehu, do më thonë, patjetër do më thonë, miren ato fjalë të dietarëve që janë të bazuara mbi argumenteve sheriatike të Koranit dhe Sunetit të pejgamberit alayhi salatu wasallam, sepse e dinu, thot Sheikh Fauzani, kjo është fjalë madhështore të shehut, e dinu bid dalil, feja është me argumente. Kaq e thjesht dhe e lehtë është, feja është me argumente, jo me hamensi, jo me emocione, jo me dëshira, por me argumente. Çfarë argumente? Të Koranit dhe Sunetit. Të kujt kuptimit? Të kuptimit të Selefu Salih. Në kryet atyre Selefu Salih janë shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam.